Vajza e presidentit Donald Trump, Ivanka Trump, brin në Vlorë takohet me Ramën. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, ka mbritur dje në Vlorë e shoqëruar nga një delegacion. Ajo ndodh në zonën e ujit të ftohtë, ku zhvilloi një takim me një studio arkitekturore për diskutuar mënyrën e realizimit të projektit të investimit në ishullin e Sazanit. Vizita e saj lidhet me interesin për projekte të mundshme zhvillimore në ishullin e Sazanit, zonën e Zvërnecit, dy nga hapësirat më të diskutuara vitet e fundit për investime strategjike. Mbritja e Ivanka Trump në qytetin Bregdetar u shoqërua me masa të forta sigurie. Vajza e presidentit mbriti në Vlorë së bashku me bashortin e saj Jared Kushner dhe u takua me një grup arkitektesh. Vizita ka të bëjë me disa projekte infrastrukturore kur firma e Kushner dhe Ivanka Trump pritet të investojnë në zonën e Vlorës. Gjatë orëve të pasdites, aty u bashkua dhe kryeministri Rama, i cili zhvilloi një takim në një nga lokalet e Vlorës në zonën e Skelës. Kompanisë së Kushner i është dhënë statusi investitori strategjik procedure veçantë, duke konsideruar projektin një rëndësi strategjike për vendin. Sipas vendimit, ky status jepet për një periudhë 10 vjeçare dhe i kushtëzuar me realizimin e detyrave të planit në veprimit që parashikohet në vendim.